Zonja Malo, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Agora. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zonja Malo, ju jeni një figurë me një kontribut shumë të çmuar, qoftë në jetën politike, por edhe atë akademike në Shqipëri. Pasi keni ushtruar detyrën e ish zëvendës ministres së jashtme, keni qenë deputete në Parlamentin e Shqipërisë, keni ligjëruar në universitetet të Shqipërisë dhe jashtë saj, por njëkohësisht keni një kontribut shumë të çmuar edhe në mbrojtjen e disa prej kategorive më të ndjeshme sociale, shoqërore, siç është roli i gruas apo minoritetet. Në aspektin diplomatik, si e përjetuat ftesën për të qenë kryediplomatja shqiptare në Kanada? Shumë papritur, ishte surprizë. Nuk është se unë kisha menduar më parë që të bëhesha ambasadore nga pozicioni aktual që kisha, por me shumë emocione, por dhe me shumë përgjegjësi. Si vlerësoni raportet mes Shqipërisë dhe Kanadas dhe cilat janë prioritetet e bashkëpunimeve dypalëshe? Kanadaja dhe Shqipëria kanë 38 vite marrëdhënie diplomatike dhe gëzojnë marrëdhëniet më të mira të mundshme në këtë periudhë kaq të gjatë. Kemi 25 vjetorin e ambasadës vitin e ardhshëm dhe jam shumë e lumtur të shpreh kënaqësinë për rendimentin e arritur tashmë me shtimin e marrëveshjeve të përbashkëta dhe bashkëpunimeve me interes për të dyja shtetet. Kanadaja është një nga vendet më të mëdha në botë multikulturore. Si e vlerësoni ju qëndrimin që ky vend ka ndaj shqiptarëve në mënyrë të veçantë, por edhe ndaj rajonit të Ballkanit? Kanadaja është një shtet shumë social, ka politika sociale shumë të forta dhe shumë të rregullta, gëzon një diversitet etnik ashtu siç dhe ju e përmendet me të shumëllojshëm dhe nga më të pasurit, pothuajse në të gjithë botën. Vëmendja aktuale është kthyer përtej marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejt Shteteve të Bashkimit Evropian, po edhe drejt Ballkanit. Shqipëria për fat mirë konsiderohet tashmë si një nga shtetet akoma jo kandidate, akoma jo antare, por kandidate të Bashkimit Evropian, me ndryshimin më të madh ekonomik dhe me mundësitë më të mëdha të një bashkëpunimi midis dy vendeve. Zonja Malo, sa i madh është komuniteti shqiptar në Kanada dhe sa të vështirë ka në ata, ose le të themi si po e përballon ky komunitet një sfidë të fortë dhe një sfidë që kryesisht e kanë të gjithë ata që emigrojnë në vende të ndryshme, që është sfida mes të adoptuarit, të përshtaturit, të integruarit në shoqëritë ku bëjnë pjesë, por nga ana tjetër edhe sfida e ruajtjes së identitetit kombëtar nga vendet ku vijnë. Nuk do të flas me shifra zyrtare sepse për të patur një rekord të sigurt të shifrave të diasporës, kudo që ajo qoftë, është shumë e vështirë për çdo komb, sepse arsyet e emigrimit dhe të regjistrimit të diasporës njihen dhe janë nga më të ndryshmet, kështu që për fat keq nuk gëzojmë një numër zyrtar të sigurt. Hulumtimet janë të shumta sepse ka shumë shqiptarë që kanë hyrë në territorin kanadez me pasaporta greke, italiane, shumë kanë ardhur edhe për shkak të situatave të ndryshme personale dhe kanë ndryshuar ndoshta dhe mbiemrin edhe ndoshta edhe pasaportizimin, por duke marrë parasysh se diaspora konsiderohet shqiptarët nga çdo rajon dhe këtu i referohem shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malit të Zi, numri pak a shumë i përafërt që ne kemi në dokumentacionet tonë zyrtare është 70.000, por mbi, asnjëherë më pak. Sfidat që përballin shqiptarët në Kanada janë të natyrave të ndryshme. Ne konsiderohemi këtu si një diasporë jo shumë e vjetër, si një diasporë e re. Në 3 dekadat e fundit, kryesisht shqiptarë që kanë ardhur prej Kosovës për shkak të luftës aty, të cilët janë në mbështetje të plotë nga qeveria kanadeze dhe tashmë Kosova edhe Kanada gëzojnë marrëdhënie të shkëlqyera, janë të integruar më së miri në shoqërinë kanadeze dhe kjo na lehtëson edhe ne shumë punën për të kërkuar të drejta, për të kërkuar benefite dhe për të ngritur sa më lart imazhin e kombit tonë në Kanada. Për sa i përket të dhënave të publikuara qoftë nga Banka e Shqipërisë, qoftë nga Ministria e Tregtisë ose e Transportit, shifrat këtë vit
kanë arritur, po flas, i referojmë 2024-2025-ës, kanë arritur në një rritje prej ndoshta edhe 25-30% krahasuar me vitet e tjera. Kjo është një shenjë shumë e mirë që po kthehet vëmendja ndaj vendeve ku ka shumë shqiptar, por edhe nga vendeve tona anëtare. Duke mbetur në këtë logjik, le të themi, sa të integruar janë shqiptarët në shoqërinë kanadeze dhe a janë ata thjesht të integruar si krah pune, le të themi, apo integrimi i tyre ka arritur në nivele të tjera që mund të jenë akademike, të biznesit, të medias? Në fakt, kjo ka qenë edhe një nga arsyet e para që unë nuk e mendova shumë gjatë për të pranuar këtë detyrë, sepse sipas studimeve shumë vjeçare, Kanadaja është një nga shtetet që ka politikat e emigrimit më të rregullta, vështirë të diskutosh dhe të gjesh raste të një emigracioni të palishëm në Kanada, sepse rekrutimi dhe mënyrat se si kanë aplikuar shqiptarët për të hyrë në territorin kanadez dhe më pas për të integruar në shoqërinë kanadeze, kanë qenë të filtruara, kanë qenë kryesisht intelektual, pra Kanadaja ka kërkuar që të hapen thirrje dhe të aplikojnë shqiptarët të cilët kishin fillimisht grupi i parë intelektualëve që ka hyrë kanë qenë inxhinier, pastaj mjek, pastaj avokat, edhe kështu me radhë. Sigurisht të gjithë shqiptarët që kanë hyrë në Kanada për të filluar një kapitull të ri këtu, janë nështruar sërish një studimi universitar, pavarësisht se sa shumë ata eksperiencë ose diploma kanë pas nga Shqipëria, sepse ju është kërkuar mjeksimi, dhe kemi shumë shqiptarë të dalluar, të shkëlqyer, të cilët sot jo vetëm që kanë sipërmarrje shumë të suksesshme me shifra shumë të konsiderueshme jo vetëm për shoqërinë kanadeze dhe për qeverinë kanadeze dhe janë taksapagues shumë të rregullt, por edhe në marrëdhëniet tregtare midis Shqipërisë dhe Kanadas, por ka edhe shumë shqiptarë që punojnë në pozicione shumë të rëndësishme në qeveri, në mjeksi, në nivelet akademike, dhe puna ime është një kënaqësi vete që unë jam në kontakt të vazhdueshëm dhe jam shumë krenare të them që ambasadorët më të mirë janë ata. Ne jemi zyrtar, mandati ton ka një periudhë të caktuar, do të vim do të kryejmë detyrën dhe kur të largohemi do të mbahemi mend për ato detyra të suksesshme që kemi lënë pas, por emrin e Shqipërisë këtu e mbajnë shumë lart dhe me shumë dinjitet shqiptarët, të cilët jetojnë edhe punojnë dhe na nderojnë. Do të mbetemi sërish në Ballkan edhe tek elementi shqiptar. Si do të më përshkruanit raportet politike dhe diplomatike që Kanadaja ka specifikisht me vendet e Ballkanit në mënyrë të veçantë me shqiptarët, duke marrë në konsiderat edhe raportin e diasporës, por edhe raportet historike, le të themi. Në Kanada ka komunitete të shifrave të mëdha, dhe këtë e them me bindje të plotë, nga vendet të ndryshme të Ballkanit. Dhe po bëhet një punë e shkëlqyer për të patur edhe grupet e miqësisë parlamentare midis Kanadas dhe vendeve përkatëse të Ballkanit. Dhe tashmë ajo që unë po vore nga puna ime e përditshme me kolegët, po dhe me autoritetet kanadeze, është që jo vetëm që janë në konsiderat vendet e Ballkanit, jo vetëm që shifrat e tregtisë sa vende dhe po rriten dhe po shtohen ato marrëveshjet e bashkëpunimit, por ka edhe kërkesa nga pala kanadeze për të bërë investime dhe për të patur një tur ballkanik nga autoritetet të ndryshme. Kjo gjë ndoshta do të ishte shumë e shëndetshme që në vijim këtë e diskutoj shpesh edhe me brezin e ri këtu në Kanada, që të kemi një përfaqësues, një zë shqiptar edhe në nivelet politike, në qoftë federale, qoftë provinciale, siç është sistemi në Kanada, nga bashkëdhetarët tanë, të cilët jo vetëm që e meritojnë, por mbështesin edhe përkrahin figura të ndryshme politike të autoriteteve kanadeze ndër vite. Dhe pse jo, tashmë ka ardhur koha pas 35 vitesh, 38 vitesh,
që të kemi edhe ne mes të rinjve dhe të rejave tona që janë njerëz shumë të integruar dhe me shumë dinjitet këtu në Kanada, të përfaqësojnë në parlamentet ose në zyrat më të rëndësishme të drejtimit politik të Kanadas, kuptohet sigurisht në bashkëpunim me shtetet e tyre anëtare. Unë kam fatin e madh që unë kam një vit si ambasadore në detyrë, por kur kam ardhur këtu jam përqafuar dhe kam gjetur 2 kolegë shqiptar të cilët i përgëzoj shumë për punën që kanë bërë. Ata kanë më shumë vite se unë këtu, janë të 2 shqiptar. Është ambasadori i Kosovës që sigurisht është shqiptar, por është edhe ambasadori i Maqedonisë Veriut që është shqiptar. Këta 2 zotrinj dhe unë së bashku me ta Rishtazi kemi një bashkëpunim shumë të fortë në kuadër të bashkëpunimit dhe të bashkimit të shteteve që ne përfaqësojmë në emër të një kombi të përbashkët. Dhe kjo na ka sjell edhe një reagim më të fortë dhe më të shpejt edhe nga pala kanadeze, sepse sigurisht kur bashkohen 3 shtete në siglën e tyre, por në emër të një kombi, sigurisht që perceptimi është shumë herë më serioz. Cila do të mi konsideroni si iniciativat kryesore për forcimin e marrëdhënieve ekonomike, politike, kulturore mes Shqipërisë dhe Kanadas të iniciuara nga ambasada jon atje? Ne, stafi ambasadës, sapo ka përfunduar hartimin e planifikimit kalendarik për vitin 2026, na u desh shumë kohë në fakt gjatë muajve të fundit që ne ta ndryshonim edhe ta azhurnonim këtë program, sepse kishim shumë ide dhe shumë dëshira të cilat janë shumë të bëshme dhe shumë të plotësueshme. Kemi emëruar 2026 në viti i rinisë dhe i ekonomisë, dhe jo pa qëllim, sepse këto janë 2 shtyllat kryesore të cilat ne do të kemi fokusin kryesor, pa dashur ta anashkalojmë edhe ato kolonat e tjera të punës tonë, të cilat janë jo vetëm që janë të detyrueshme, por janë edhe me rezultate shumë të mira, kështu që do duhet që të kemi një ekuilibër në programimin tonë. Por prioritetet kryesore ne sapo kemi lançuar linjën ajrore direkte Toronto-Tiranë, e cila do të filloj fluturimin e parë në datën 18 qershor. Është punuar shumë intensivisht për të arritur kjo marrëveshje me kompaninë Air Transat, dhe kjo është një marrëveshje e cila do të ndihmojë shumë edhe në zhvillimin e shkëmbimeve të delegacioneve zyrtare, të turizmit, të ekonomisë, të prekjes të Shqipërisë edhe të vendeve të rajonit, sepse tashmë aeroporti i Nën Terezës në Tiranë është bërë një pikë strategjike shumë e rëndësishme për gjithë rajonin, kështu që do të përdoret edhe si një pikë për të bërë tranzitin ose për të vizituar krejt zonat rreth. Shqipëria me shumë entuziazëm kanadezët shprehen që duke shkuar në Shqipëri ne mund të vizitojmë gjitha kryeqytetet e Europës për shumë pak kohë, sepse Kanadaja ka distanca shumë të mëdha. Brenda Kanadas fluturimi më i shkurtër mund të jetë 5 orë, 4 orë, kështu që duke qenë në Tiranë dhe duke shkuar në gjitha kryeqytetet europiane shumë afër, kanadezët e kanë parë si një risti që do të t'i lehtësoj. Nga ana tjetër, kemi shumë projekte në Tryezë. Ne do të vijojmë të punojmë për hapjen e konsullatës së përgjithshme në Toronto shumë shpejt brenda këtij viti, e cila do të mundsojë shërbimet e qytetarëve më efikase me një distancë pak më të përqendruar, pasi edhe komuniteti shqiptar më i madh gjendet në atë zonë. Po nga ana tjetër, ne do të arrisim në këtë mënyrë edhe përfaqësimin tonë zyrtar diplomatik me 2 seli tashmë, jo vetëm me përfaqësimin e ambasadës. Dhe një tjetër pikë shumë e rëndësishme është përfshirja e grupit rinor. Komuniteti rinor në Kanada është shumë dinamik, shumë aktiv, dhe ambasada është duke përfunduar një platformë që do ta quajmë Now, që ndryshe do të quhet New is the Way, që do të thotë ne përpiqemi që të lidhim gjeneratat e para me brezin e ri për të kthyer kokën nga vendlindja dhe nga të gjithë mundësitë që ofron Shqipëria për rinin, dhe duke integruar këtë
dhe duke bashkëpunuar sigurisht edhe me mekanizma të ndryshme të agjensive ekonomike dhe tregtare për investime, qoftë në nivelin akademik, qoftë në nivelin ekonomik apo atë kulturor. Kështu që sigurisht mund të flas pafund për projektet që ne kemi në Tryezë, sepse janë vërtet shumë dhe pothuajse çdo muaj ne jemi duke i plotësuar akoma që të jemi sa më praktik dhe më real në gjërat që bëjmë, por ajo që është e sigurt është që ne këtu ndihemi shumë komod sepse kemi mbështetjen maksimale të komunitetit dhe autoritetet kanadeze janë gjithmonë mikpritës për çdo risi që ne ofrojmë për bashkëpunim. Zonja Malo, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, për këto mendime që ndatë me ne dhe që ju drejtuat edhe audiencës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, por jo vetëm, dhe sigurisht ju urojmë edhe gëzuar festat e fundvitit. Faleminderit ju shumë, ne i dërgojmë gjitha urimet më të mira për gjithë shqiptarët e Maqedonisë Veriut, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, qoftë 2026 një vit i bardhë, plot shëndete dhe suksese. Faleminderit shumë. Gjithë mirat nga Kanadaja. Faleminderit. Të nderuar ndjekës të Almak Press dhe ndjekës të Agorës, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen që na keni kushtuar edhe në këtë emision. Duke ju lënë sërish takim të shtunën e ardhshme në orën 20:30 në Almak Press.